Festivali ndërkombëtar i monodramës Alba Mono ka çelur si pari në edicionit të 21 në Pallatin e Kulturës Dimitror Gocka në Maliq me shfaqjen Medea, një vepër klasike e antikitetit që ka triumfuar në festivalin e Korinthit dhe atë të Beratit. Vepër e cila ka qenë në 2 festivale shumë të rëndësishme. Një në festivalin e Korinthit para 2 vjetësh, në festivalin evropian të rinjve në Korinth, e cila ka zënë vend e parë në festival ku merrin pjesë trupa nga Italia, nga shumë vende të Evropës. Dhe së dyti në festivalin e të rinjve në Berat, vjet, ku kjo shfaqje i zuri të gjitha vendet e para. Gjatë një jave, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë 8 shfaqje nga artistë vendas dhe ndërkombëtar me tematika të larmishme. Në këtë ngjarje marrin pjesë trupa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ukraina, Greqia, Kroacia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maqedonia e Veriut, Polonia dhe Shqipëria. Është era ime e dytë këtu. Herën e kaluar isha regjizore e shfaqjes. Të radh vi dhe si regjizore por dhe si aktore. Ajo që ndjej është një mik ndjenjash sepse vim nga një luftë dhe ajo që duam është të shkëputemi nga ajo. E gjithashtu duam të marrim fuqi që të qetësohemi pak, të ndjejmë paqe dhe atmosferën e artit. Ajo që duam të bëjmë është të krijojmë diçka të bukur. Festivali do të përmbyllet më 30 qershor me ndarjen e çmimeve për regjizorin, aktorin dhe monodramën më të mirë.